Bashkëpunimi në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ishte në fokus të forumit të prokurorëve të përgjithshëm dhe special të Ballkanit Perëndimor, që u zhvillua në Tiranë. Kreu i SPAK-ut, Altin Dumani, tha se asnjë vend në rajon nuk mund të përballet i vetëm me krimin e organizuar dhe korrupsionin, duke theksuar nevojën për bashkëpunim të ngushtë rajonal. Grupet apo organizatat kriminale janë të ndërlidhura. Operacionet janë transnacionale dhe rrjetet e tyre janë shtrirë kudo. Një hetim që nis në një vend na çon drejt fakteve të dyshuarve apo lëvizjes së parave në një vend tjetër. Për të shpërbërë këto struktura, na duhet të veprojmë me vendosmëri, jo vetëm brenda territoreve respektive, por edhe në mënyrë kolektive si pjesë e rajonit. Kjo do të thotë më shumë hetime të përbashkëta, ndarje më e shpejtë e informacionit, besim i ndërsjellë mes prokurorëve dhe një vizion i qartë se gjeografia nuk e pengon, por e ndihmon partneritetin tonë. Sipas prokurorit të përgjithshëm Olsean Çela, bashkëpunimi me Eurojust dhe prokuroritë e vendeve fqinje ka arritur të japë fryte përballë krimit që vazhdon të sofistikohet. Trafiqet e drogës, armëve, kontrabandimi i njerëzve, si dhe aktivitetet të tjera kriminale vazhdojnë të përbëjnë shqetësim për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ne kemi përgjegjësinë për të gjetur zgjidhje në goditjen e këtyre fenomeneve kriminale. Ndërsa përpjekjet tona për të luftuar krimin tradicional janë në rrugë të mbarë, sfidat që lidhen me krimet në fushën kibernetike dhe përdorimi për herë më i madh i teknologjisë dhe i kriptomonedhave në veprimtaritë kriminale kërkojnë një përgjigje efikase. Thirrje për bashkëpunim më të ngushtë mes agjencive ligjzbatuese bëri dhe ambasadori i BE-s Silvio Gonzato, i cili theksoi se puna e prokurorëve ndikon drejt për drejt në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian. Ne njohim angazhimin e vendeve në rajon për të luftuar krimin e organizuar, që është i dëmshëm për kohezion social dhe gorryen besimin e qytetarëve tek institucionet. Rrjetet kriminale përdorin edhe institucionet për të zgjeruar ndikimin e tyre. Duhet të punojmë së bashku. Forcimi i sundimit të ligjit është sfidë thelbësore për vendet që duan të antarësohen në BE. Puna juaj ndikon direkt në këtë proces. Pandëshkueshmëria nuk duhet të jetë e pranishme në shoqëri. Natyra në zhvillim me krimin ndërkombëtar kërkon vigjilencë dhe nisma konkrete dhe burime financiare dhe njerëzore. I pranishëm në forum ishte edhe presidenti i Eurojust, i cili e cilësoi Ballkanin Perëndimor si një partner shumë të rëndësishëm dhe theksoi se Eurojust kërkon të rrisë nivelin e bashkëpunimit për të luftuar grupet kriminale.